Zizi ka jetuar në Prizren, në Arbon. E kanë zënë afër zhuri. Ish Dushanova, po. Edhe pse Aziz the ashtu, non ku pos punë me do djem, edhe që mos më ju thënë atyre, se me ju thonë një më konë të këtë, tani ata kërkujnë emrat të tjerëve. E kështu që ju thash, ku dosh me ikë Shqipni edhe u kry me mua që mos më... Në realitet në atë periuda dhe Kanikur, po. Rizajtin që kanik plot grupe djemë. Unë shpesh e tregoj, thom, edhe unë me një grup shoksh kemi bisedu me ikë. Bile kam pas planifiku që nëse më pyesin ku don me jetu në Vlorë. Sot kam fatin e mirë, jam qytetar i Vlorës me pasaport të Shqipërisë ma. Të lumt. Një dëshire kam realizu. Po vazhdojmë tregimin. Ta them, ndoshta kem kohë që ta dua ta ilustroj me një rast familjes time, siç e di ti, familja jonë një pjesë e madhe që nga 1928 kanë jetuar në Fier. Në Fier. Po një pjesë na ka mbetur këndej dhe në vitin 85 babai im, jo në 82, se në 85 së vdesaj. Në vitin 82 i thot miku ti më të ngushtët me mujt me shku një herë në Shqipni, e mi po, ata kush e re. Atë familje. Njënën shpi e shes, në njënën shpi a fol dikujt. Kështu të gjithë thuja se ne që kemi qenë këndej dhe kemi qenë pro Shqipërisë, e kemi ndruar, e kemi dashur, po kanë qenë edhe do tjerë që kanë qenë të orientuar tjetër kaqës, edhe sot ndoshta s'kan shku hala. Mori sa mi herë kam putha tokë, a dënë që shpesh do dhe tani kur hyj, fillojmë njerë me këndu me, kthehemi të mbrëmja ku fillon kalvari juaj. Kur ju arrestun juve pastaj? Ndodhi rasti, u bë katrahur ashtu, u bë, ja filluan të qanin, bërtisnin ushtarët, pas një 20 minuta gjysmore erdhë oficeri kodestar, tani mas një orë me gjys erdhën nga Nishi, nga Zaheqare, besa qytete tjera, unë bush kazerma plot polic, ushtarak dhe oficer. Neve në mbyllën në përdo dhoma, me nëherët mëngjesin asaj ditet, themi mëngjesi, ka ora 10-11, filluan të në mërnin, jo në pytje, po biseda informative, fillimisht në pyesnin çka kemi parë, si ka qenë, ku ki qenë, e gjëra të tilla. Edhe kjo do me thonë ka qenë 3 shtatori, unë atë mëngjes më thirrën shkum e morëm ushqimin, se ushqimin e kemi marrë në Çupri. Çupria dhe Paraçini janë një qytete të vogla që kanë ndërmjet 7 kilometra njëra me tjetrën. Edhe pas asaj më kur mi morën qelcat, dhe nuk më lejuan mas të vozis kamionetën për ushqim. Dhe që nga 3 shtatori deri me 19 shtator kemi pas intervista apo hetime të pandërprera. Mund ndodh ka 5 orë, 6 orë, të mirë të në ora 11 natës, të këthen të në ora 5 mëngjesit, të mirë të në ora 7, ashtu. Dhe me 19 shtator më burgosën. Erdha e oficerit të cilit bile oficerin e shërbimit kundër informativ e kom pas një Ante Kojungjich, nën kolonel, i cili ka qenë krah. Edhe i shkreti veç para një vjetë kish vdekse, deri tash gjallë kish qenë. Kish jetuar 92 vjetë ai Kojungjich Ante. Edhe kur na burgosën, do me thonë paraprakisht i kishim burgosur Afrim Mehmetin dhe Pajazit Aliun, sepse ata e kam patur me 13 apo 14 shtator të lirohen nga shërbimi ushtarak, janë liruar dhe me njëherë burgosën. Mandej na burgosën edhe neve, na dërguan në burgun ushtarak të Nishit, dhe aty kemi qenë deri në mars të vitit 88. Mirë, tash fillon ajo hetuesia ranë. Hetuesia ka qenë dëgjëm. E shoqëruar me dhunë, sigurisht. Pasi. Ditën e parë, na qunë mua ka ora 10 mbrëmje, se ka ora 4 pas dite më burgosën, mi vënum prangat, edhe më qunë të gjykatësi hetus, një kapiten ka qenë, edhe më mori në pyetje një 5 ora 6, nuk e di sa, edhe më fotën aty, unë fotën me një dush, ashtu kishin se mu la, ja filluan me një herë, duket larë, duket mshuar me shufra, gomës, edhe unë fotën me një qeli aty, të drejtë me thonë asë roba së më dhënë asë gjë. Me një qarshaf edhe me një batani, edhe
në mëngjes mandej mi sollën do rroba ushtarake, po të vjetra tash, të vjetra, si i burgosur, dhe fillova tash jetën e burgut. Mandej, atë ditë erdhen na i sollën mëngjesin në pyetje, por kjo hetimet kanë zgjatur them 6 muaj të plota. 6 muaj të plota. Mandej edhe pse ju nuk e pranonit, se s'kishit qa me pranu? Nuk, disa e pranonin nga dhuna, nga gjitha, edhe ishin të detyruar ta pranonin, sepse ishin vetëm 20 vjeçar. Ishim ne gjithashtu, kupton? Edhe ata tani kërkonin që unë të pranoj atë çka po më akuzojnë kinse shokët. Po, thësha nuk është kjo e vërtet, ajo nuk është e vërtet. Ju të regoja që kemi biseduar për Kosovën, kemi biseduar se jemi duke jetuar kështu keqe, kështu keqe, po nuk jemi organizuar që të ndihmojmë Azizit të vrarë ushtara. Fillimisht në akuzuan për veprimtari armiqësore, 136 me 114 nene ka qenë, por pas një muaji na ndrun akt akuzën dhe neve na akuzonin për vrasje nga ndjenjat armiqësore kundër Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, që me atë ligj nene minimal ka qenë, dënimi minimal ka qenë 10, maksimal ka qenë pushkatim. Pushkatim. Po, pushkatim ka qenë. Kush i shpëtoi nga pushkatimi? Mosha. Ka qenë një aline në nene 122 atë kohë që thotë që i akuzuari ose i pandehuri nëse në periudhën e kryerjes së veprës penale ka qenë nën moshë 23 vjeçare, dënimi i zaventohet me burg. Domethënë nuk përshkatohet. E neve na ka shpëtuar, sidomos mua dhe Abdul Xhemel Alimani, sepse unë kam qenë i akuzuar i parë aty në listë, na ka shpëtuar mosha. I akuzuar i parë, se bënin me radhitje. E bënin me radhitje fillimisht tash muajin e parë isha i 5 i akuzuar. Por kur erdhen të dhonat nga sekretariati punët brendshme të Ferizajt, dhonat e mia familjare, që tek, mua më renditën të parë. Penalizoj ke e kaluara e familjes, kundër Jugosllavisë, kundër Serbisë, edhe të gjithën të pare, organizatorë. Edhe pse s'kisha unë asgjë, po megjithatë, po them, në shtëpinë time është folë për burg. Në shtëpinë time është folë për Shqipëri. Për lirin, ato gjëra i disha edhe e kom pas ndoshta pak më lehtë se shokët e tjerë. Fillimisht nuk kam besuar se thësha këta ushtria i din gjërat, po janë tu provuar me. Provu çka bëjnë. Por kur na i lexuan akt akuzën, e kom pas avokat nga Gjilane, Is Mustafa, dhe na lejuan pasi përfunduan gjitha hetimet, kemi edhe avokat shqiptar, pasi u kryen ato gjitha. Edhe para se të na i lexon akt vendimin gjykatësi, ka qenë nivel Komiliç, kolonel, erdh Isa ofër të arridh, mbahu i fort, është e mundur me ta dhënë edhe dënimin me vdekje, sepse është bërë buj e madhe kundër jush në tërë Jugosllavinë. Po kërkojnë koka. Edhe të drejtë me ka thënë, tash filloj me na lexu emrat, mu duhet parin më lexonte. Nuk më lexoi parin mua. Më lexoi dytit, thash më pas kanë lënë për pushkatim, sigurisht në fund, vërtet. Po kur më tha 15 veç komuner, mirë është. Edhe pse isha i pafajshëm, u gëzova sepse kanjëherë njeriu kur e shes situatën si është, duhesh t'i gëzohesh të keqës më të vogël se sa. Ai thashë vetes ndonjë natë,